Atëherë mirëdita gjithëve, faleminderit për interesimin tuaj. Sikurse tashmë jeni të njoftuar, në ora 17 kemi ftuar edhe një seancë të jashtëzakonshme me 40 nënshkrime të deputetëve, ku planifikojmë që të diskutojmë për zgjedhjen e presidentit. Pat edhe gjatë seancës pyetje të tilla se si ftohet seancë për diskutuar për presidentin, por ne besojmë që kuvendi është vendi ku duhet edhe të bëhen debatet, por edhe të mirën vendime të rëndësishme. Për te kësaj, sikur se jemi në njëri të gjithë, e keni përcjellur besoj dhe e dini tashmë, lëvizja vetëvendosje si subjekti fituesi i zgjedhjeve ka bërë disa hapa dhe ka paraqitur disa propozime në mënyrë që të shmangen edhe një palë zgjedhje të reja, të cilat janë të panevojshme e nuk janë të duhurat për qytetarët dhe aq më pak pritet se do të sjellin ndonjë rezultat të ri. E dini se pas takimeve të vazhdueshme, të njëpasnjëshme që kemi pas kryeministri Kurti me kryetarët e dy partive të tjera politike, ka pas edhe veprimet e radhës të cilat e ofruan së fundmi mundësinë që Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Partia Demokratike e Kosovës, dy subjektet i dyti dhe i treti të ofrojnë 3 propozime dhe kjo për faktin që me këto 3 propozime ne do të hapni mundësinë që të tërheqim 2 kandidaturat tona, atë të zëvendës kryeministrit të Konjufsa dhe deputetës Mullhoxha Kullçaku, dhe të vazhdojmë me 3 propozime të tjera për kandidat të cilët do të ishin unifikues, kandidat me integritet që besojmë se ka të tillë në mesin tonë. Por, nuk kemi parë asgjë konkrete. Unë, si shefe e grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje, nuk kam pranuar asnjë nënshkrim, ndonse ne kemi qenë të gatshëm që të shtojmë me nënshkrimet tona plotësimin e kushtit të domosdoshëm që të jenë së paku 30 nënshkrime për secilin prej kandidatëve. Arsyeja pse kemi kërkuar 3 kandidat është pra që deputetët të gjithë edhe deputetët e lëvizjes dhe partnerëve tanë të koalicionit, edhe PDK, edhe LDK, të bëheshim pjesë e zgjedhjes së presidentit dhe të mundsonim që për 3 kandidat të kemi nënshkrimet e deputetëve shqiptarë. Do të ishte pamundur të kemi 4, sepse do duheshin 120 nënshkrime, dhe në këtë mënyrë ne do të shmangnim menjëherë zgjedhjet e reja, sepse do të merrnim pjesë në votim, së paku 80 deputet, edhe pastaj do të vazhdonim me zgjedhjen e presidentit apo presidentës së vendit. Një propozim publikisht i Lidhjes Demokratike të Kosovës është Vjosa Osmani. A mundeni me na tregu se a mbështes në zonën Osmani si emër, si kandidatur për presidente, pavarësisht që ata ka thënë që i kemi 15 nënshkrime më herët, foli shefja e grupit parlamentar të LDK-s dhe thotë që janë të sigurta 15 nënshkrime të LDK-s. Si vetëvendosje, a keni emër tjetër për pas zonës Osmani dhe a mbështes në zonën Osmani si kandidate për presidente? Për te deklaratave edhe deklarimin se i kemi 15 nënshkrime, ato nënshkrime duhet të shihen. Tani që po flasim, unë kam tashmë të gatshme nënshkrimet edhe për seancë, por edhe për president, dhe nuk mjaftojnë deklaratat. Unë kam pritur gjatë gjithë fundjavës, por edhe këtë paradite, që të më ofrohen 15 nënshkrimet e deputetëve në mënyrë që ne të plotësojmë edhe nënshkrimet tjera, pra 15 nga LDK-ja, 22 nga PDK-ja, edhe pastaj të japim edhe nënshkrimet tona si deputet. Nuk ka asnjë hap serioz dhe diskutimi duhet të bëhet në kuvend. Ne do duhej të kishim propozime tjera në mënyrë që ashtu si që ka bërë të ditur edhe zëvendës kryeministri Konjufsa, por si që kemi bërë të ditur edhe në komunikatën zyrtare të lëvizjes vetëvendosje, si kur të kishim propozime tjera dhe nënshkrimet, ne do të tërheqnim kandidaturat e deputetëve tonë. Po të lutem. Ne pyetëm paraprakisht edhe Jeruna Rushokën, edhe Zotrin Hamzën, që në rast se ju do të propozoni një kandidat të familjes Jashari, a do t'i keni ata burrat për familjen Jashari dhe të dy palët do të deklarojnë që pa marrëveshje politike nuk do të keni vota. A është saktë informacion dhe si mbetet?
Unë nuk mund të konfirmoj informacionin që po qarkullon në media, sepse ajo çfarë kemi parë deri më tani është në vazhdimsi kemi parë deklarata të lloj-llojshme, qoftë nga përfaqësues deputet, por më shumë nga individ të cilët nuk janë drejt për drejt ndoshta të lidhur me partitë politike. Ajo që mund të konfirmoj është që si lëvizje vetëvendosje kemi bërë propozime të njëpasnjëshme. Propozimi i fundit është që të kemi 3 emra të cilët janë kandidat konsensual me kontribut advetar dhe për shtetin, për Republikën e Kosovës, emra të cilët nuk vinë nga skena aktuale politike. Në momentin që kemi 3 propozime dhe në shkrimet e partive tjera, ne tërheqim 2 kandidatura tona dhe i hapim rrugë shmangjes së zgjedhjeve të reja, zgjedhjes së presidentit. Zgjedhjet e reja nuk janë të nevojshme, nuk i duhen askujt dhe parti që po heqin dorë me kaq lehtësi edhe nga propozimet konkrete, edhe nga transparenca çfarë nënkuptojnë me marrëveshje politike, sepse nuk duhet harrojmë, kryeministri Kurti ka ofruar për LDK-n edhe bashkëqeverisje, duke ofruar pozitën e dytë në qeveri dhe 4 ministri. Kjo do të ishte një marrëveshje tipike e bashkëpunimit, marrëveshje politike. Nëse dikush insiston që dëshiron marrëveshje politike, duhet të tregojë çfarë nënkupton me marrëveshje politike apo çfarë kërkon. Nëse dikush kërkon që të mbështetet një kandidat i caktuar, duhet të ofrojë spaku në shkrimet e deputetëve të vet dhe të tregojë cili është ai kandidat. Situata është serioze, bëhet fjalë përveç kostos financiare, mbi 10 miliona euro të cilat do të shkonin për zgjedhjet e reja, bëhet fjalë për projekte të shumta dhe marrëveshje të cilat janë me interes për qytetarët. Bëhet fjalë që të mos dërgohet vendi edhe një herë në zgjedhje të reja dhe në këtë situatë duhet të reflektojmë me përgjegjësi. Si lëvizje kemi ofruar 2 kandidatët tanë për të shmangur zgjedhjet. Jemi të gatshëm që të tërheqim këto 2 kandidatura nëse kemi propozime serioze. Ju bëj thirrje edhe tani, por edhe pas seancës në shkrimet i kemi të gatshme. Në momentin që kemi propozimet nga PDK dhe LDK për 3 emrat, ne thrasim seancën e re brenda orës, mbledhemi të gjithë dhe votojmë presidentin apo presidenten. Po vazhdoni të përsërisni të propozuar. Unë si shefe e grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje. Lëvizja vetëvendosje, askush nga ne nuk ka asnjë nënshkrim të vetëm të LDK-s për asnjë emër specifik. Pra, duhet të kemi të qartë, për të tërhequr duhet së paku 2 kandidatura, për të tërhequr kandidatura tona, nën kryetarin e lëvizjes, zotin Glaukron Jufca, dhe deputeten Fatmire Mullhaxha Kullçaku, ne duhet të kemi 2 propozime të reja. Nuk mund të vazhdojmë me një emër të përveçëm dhe na duhen që të kemi 2 propozime. Unë pres që të na i sjellin në shkrimet, jemi në kuvend, e them publikisht, sapo të kemi 3 propozime në shkrimet e PDK-s dhe LDK-s, brenda 30 minutave thrasim seancën e re dhe shkojmë në votim. Dhe i ftoj deputetët që të vinë në sallë tani në seancën e ftuar tashmë dhe të diskutojmë për këtë çështje, edhe të vazhdojmë tutje pastaj me zgjedhjen e presidentit ose presidentes. Ne i kemi në shkrimet tashmë të gjithë deputetët edhe tani që po flasim të lëvizjes të partnerëve tanë janë të salla e grupit të gatshëm për të thirrur seancën në momentin që i kemi propozimet për emrat e ri. Sikur se e thash, ne jemi këtu edhe presim që të vazhdojmë procesin për zgjedhjen e presidentit të vendit. Opozita sapo e tha që ju po bëni lojra politike me një seancë ku debatohet për çështjen e presidentit. Asnjëherë me parë nuk është diskutuar apo debatuar në seancë të jashtëzakonshme për një çështje që zgjedhet presidenti, mirë po ka shkuar në procedura të zgjedhjes. Pse s'po shkoni në procedurë për me tentu a e zgjedhni apo jo çështjen e presidentit, apo nuk i keni emrat as jo dhe në shkrimet e sigurta që ky proces të kryhet?
Tani, ju e dini sa serioz është lëvizja vetëvendosje. Ne gjithmonë i kemi pas transparente të hapura qëndrimet tona. Po e them edhe njëherë, kemi bërë propozime të një pas njëshme. Kemi nominuar zëvendës kryeministrin Konjufca një dit, më pak se një dit përpara se të mbyllet afati i rregullt me qëllim që të shmangim zgjedhjet. Kemi lënë hapësirë që të propozoj një kandidat tjetër. Më pak se 3 orë përpara se të përfundoj afati i rregullt për zgjedhjen e presidentit, kemi nominuar deputeten Kolçaku Mollhaxha për shkak të mos dërgimit të vendit në zgjedhje të reja. Kemi qenë të gatshëm të ofrojmë dhe kemi ofruar marrëveshje politike me LDK-n, duke i ofruar pozitën e dytë atë të zëvendës kryeministrit dhe bashkëqeverisje duke ju ofruar qeverisjen e 4 ministrive. Kemi ofruar mundësinë që të tërheqet zonja Haxhiu prej pozitës sekretares së kuvendit dhe të zëvendësohet me dikën nga LDK-ja. Kemi ofruar mundësi për PDK-n që të tërhiqet zonja Haxhiu edhe zoti Hamza ose zonja Qitaku të jenë kryetar të kuvendit. Dhe së fundmi kemi ofruar mundësinë që të vinë me 3 propozime të reja. Pra, ju vlerësojeni vetë, unë besoj që do ta vlerësojnë edhe qytetarët, a janë këto manipulime apo propozime e oferta konkrete. Çfarë kemi parë nga parti tjera, kemi parë deklarime sporadike të cilat kanë qenë vetëm refuzime dhe asgjë konkrete. Nëse flasim për marrëveshje politike, në të flas sqarojnë të gjithë neve çfarë duan me marrëveshje politike, çfarë kërkojnë, çfarë presin. Nëse flasim për emra të përveçëm, le t'i ofrojnë nënshkrimet e deputetëve të tyre. Ne jemi këtu, flasim tani në seancë, edhe pas seancës, deri në përfundim të afatit, qëndrojmë për të ofruar një zgjidhje për vendin, sepse zgjedhjet e reja nuk janë zgjidhja. Kuj nuk i interesojnë zgjedhjet e reja, duhet të bëhet pjesë e debatit edhe e zgjidhjes. Ata që dërgojnë vendin në zgjedhje duhet të na tregojnë kujt po i konvenojnë zgjedhjet e reja. Faleminderit shumë gjithëve. E fundit. Pra, sikur se e thash, dhe besoj që jam e qartë, për të tërhequr 2 kandidatura tona, na nevojiten, për të tërhequr 2 kandidatura tona, na nevojiten 2 emra të përveçëm. Kemi thënë 3, sepse është rëndësishme që të kemi më shumë se 80 deputet, por duhet së paku 2 kandidatura që të tërhiqen kandidatura tona. Dhe na nevojiten nënshkrimet e deputetëve. E përsëris, po presim për nënshkrime, vazhdojmë tani në seancë, diskutojmë edhe atë, edhe unë pres që edhe partit tjera t'i kthehen kuvendit edhe debatin t'a bëjmë në sallën e kuvendit në seancën që e kemi ftuar. Faleminderit gjithëve.